E njohur si kontraktimi jo proporcional, fajdja shkakton shumë dëme në njërën anë dhe krijon shumë milioner në anën tjetër. Para disa javësh, në një deklaratë publike, drejtori i policisë Gazmend Hoxha përmeni qartë në qendër të Prishtinës se fajdja është problem, ndërsa viktimat janë të shumta. Një gjë që drejtori e tha në mes të fjalimit të tij është se fajdja po ndërlidhet në një biznes të cilin të gjithë e njohin që është biznesi i autosaloneve. Drejtori në deklaratën e tij nuk përmendi emra e as bizneset e autosaloneve që mund të lidhen me fajdet, por ne kemi vendosur që në një seri të emisioneve me ju tregu të dhënat që tashmë dihen për akuzat që lidhen me autosalonet e fajdet. Për të realizuar hulumtimin kemi kërkuar nga gjykatat dhe prokurorit që të na i dërgojnë akt akuzat të cilat lidhin autosalonet me fajdet. Sonte do ekspozojmë akt akuzën e parë, e cila pritet të gjykohet në zonën e Ferizajt, e cila ngrit pretendime se 2 autosalonet e mëdha u përfshin në këtë veprimtari. Akt akuzën e parë që e kemi pranuar është nga gjykata e Ferizajt. Aty përshkruhen veprimet që një viktimi kishte ndërmarrë për të realizuar para kesh, të cilat i duheshin për të paguar parat që i kishte marrë me fajde. Çka kishte ndodhur në fillim, viktima kishte 6 banesa, të cilat në disa transaksione u shndruan në para të cilat më pas u përdorën për të paguar fajden. Vlera totale e shitjes në atë kohë ishte mbi 200.000 euro.